Përshëndetje, sot do të tregoj recetën origjinale të limonadës. Përbërësit që na duan janë 1,5 litër ujë, akull, 1 gotë ujë, 1 gotë sheqer, 1 limon I premur në radhë edhe 6 limona të plotë. Fillojmë me shkrirjen e sheqerit, kështu që ja qesim 1 gotë ujë edhe 1 gotë sheqer, që do thot për përgatisim shërbetin, mirë po nuk e lejmë me zi, veç derisa të shkrihet sheqeri. E ndezim zjarmin. Thot në temperaturë mesatare. E përzim kështu derisa të na shkrihet sheqeri. Kur të shohim që është shkri sheqeri, atëherë nalim zjarmin. Edhe ja shtojmë likurën e limonit të 3 limonave. Ja pra I kena marrë likurën e 3 limonave, kjo është limoni I fundit. Tash këtë e lejmë me uftof. Vazhdojmë me premjen edhe shtrydhjen e limonave. I shtypni pakës me dorë që me I dal langu ma mirë. Gota u mbush me lang limonit, kështu që po e kullojmë edhe po qesim këtu ku I kena 1,5 litër ujë. Edhe vazhdojmë me I shtrydhë edhe limona tjerë që na kanë vetë. Tash vazhdojmë edhe e kullojmë edhe pjesën tjetër të limonit që I kemi shtrydhë. Tash e shtojmë edhe sheqerin që I kemi shkrim me ujë edhe me livore të limonit, edhe këtë e kullojmë. Edhe këtu tash vazhdojmë, shtojmë akullin. Edhe I shtojmë limonin që kemi prej rrath. Përzim. Edhe tash është e gatshme me u shërby. Kjo ishte receta origjinale e limonadës. Faleminderit shumë për vëmendje, mirupafshim në videon e ardhshme.